24 maj. Le ta hedhim gjithë shqetësimin ton mbi të. Përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e dur, duke hedhur gjithë shqetësimin tuaj mbi të, sepse ai mirakoset për ju. 1 Pjetrit 5, 6 deri në 7. Shqetësimi mund të përvidhet në çastet kur nuk e presim dhe mund të na pushtoj shpejt, ose mund të zërë një stret të padëshiruar dhe në duke të përhershme në jetën tonë. Të pakti janë njerëzit që nuk e përjetojnë atë. Shqetësimi mund të shfaqet në mënyra të ndryshme dhe mund të nxitet nga rrethana të ndryshme, mirë po si çështje, është jashtëzakonisht e zakonshme. Kur përballemi me shqetësimin, shpesh përpiqemi ta shpërfillim duke e shpërqendruar mendjen tonë, të dëgjoj pak muzikë, të bëj një shëtitje me makinë, të dalë për vrap, të bëj diçka, thjesht më lër të iki. Megjithatë, vini re se në këtë varg, Pietri nuk thot se duhet ta mohojmë, ta shpërfillim ose t'i largohemi shqetësimit. Përkundrazi, ne duhet ta hedhim gjithë shqetësimin ton mbi të. Fjala greke për hedh, këtu, është një fjalë që përshkruan një veprim vendimtar dhe energjik. Ajo mund të përdoret për të përshkruar hedhjen e një qeseje me plera. Ne nuk bëjmë përpjekje të mundimshme për ta lëvizur atë. Ne thjesht e kapim dhe e hedhim në kosh. Po kështu, në vend që t'i kalojmë ditët tona të shtypur nga bara e shqetësimit, ne duhet ta hedhim, ta vërvisim atë mbi Zotin. Për ta bërë këtë, ne duhet të heqim dorë nga krenaria jonë, nga dëshira për t'i kontrolluar rrethanat dhe për të triumfuar mbi to. Përulësia është ajo që na mundëson t'ja japim shqetësimet tona Perëndis. Prania e përulësisë çon në mungesën e ankthit. Kur përpiqemi t'i marrim gjërat në duart tona përmes shqetësimit të tepërt, ne tregojmë mungesë përulësie. Jemi më të interesuar për veten se sa për Atin ton qiellor, ose jemi më të vendosur për ta gjetur vetë shtegun ton se sa për t'ia lënë atij. Gjithmonë do të ketë një rrethan që mund të na shqetësojë. Megjithatë, Pietri nuk trajton ndonjë rrethan specifike. Përkundrazi, ai trajton shqetësimin e krijuar nga rrethanat. Ajo që hedhim mbi Zotin është vetë shqetësimi ynë, duke bërë pikërisht atë që na thot Bibla. Të përulemi në dorën e Perëndis duke thënë: Ati im e di më së miri. Ai kujdeset për mua më mirë se mund të kujdesem unë për veten. Kur shqetësimet na rëndojnë, mund të refuzojmë të rëndohemi prej tyre duke kujtuar gatishmërinë e Zotit për të na ndihmuar. Sot, mund të jesh duke u përleshur dhe duke pyetur veten se si do t'ja dalësh deri nesër. Ndoshta, ka kaluar një kohë gjatë që kurse je gjunjëzuar pranë shtratit tënd dhe e ke hedhur vërtet barrën tënde mbi të vetmin që është në gjendje për ta mbajtur atë, duke thënë: O Perëndi, nuk mund ta jetoj dot jetën time me këtë barrë mbi shpinë. Merre, është jotja. Nëse ky je ti, mos hezito më. Hidhi shqetësimet e tua në krahët e dashur të Atit tënd qiellor dhe përjeto lirinë dhe paqen që vetëm ai mund t'i sigurojë.